Sot në orën 15 nisën dy takime të vlefshme për raundin e 11 të serisë A. Asnjë gol nuk u shënua, ndërsa Como, Cagliari, Lecce dhe Verona u mjaftuan me nga 1 pikë. Como e Fabregasit e pati hap falës ndaj Cagliarit pasi pritej rikthimi te fitoria, kështu mbeten në vendin e 7. Në anën tjetër te Lecce luhet nga minuta e parë Ylber Ramardani dhe Medon Berisha. Ekipi nuk shkoi më shumë se barazimi 0-0 ndaj Veronës. Berisha për të dytën ndeshje radhës u shpall lojtari më i mirë nga Seria A, mesfushori shqiptar po kalon formë të shkëlqyer këtë sezon. Medon Berisha po kthehet në një nga personazhet e momentit në futbollin italian, teksa po lë shenjë me lojën dhe golat e tij në Serie A ku vesh fanellën e Lecces. Një gol i tij rënd ndaj Fiorentinës i dha fitoren skuadrës në transfert këtë fundjavë dhe padyshim për mesfushorin ishte entuziazëm i jashtëzakonshëm, siç ka treguar në një intervistë për mediat italiane. Jam i lumtur me golin tim, por edhe më i lumtur me 3 pikët që morëm në shtëpi. Festimi im nuk i drejtohet askujt, është një shakaj që e luajmë mes miq, por nuk është për askënd në veçanti. Urimet djemve bën një punë të shkëlqyer, madje edhe ata që hynë si zëvendësues, por edhe ata që nuk luajtën. Ndeshja nuk ishte e lehtë sepse ata ishin nën presion nga tifozët, klubi dhe dhomat e zhveshjes. Atmosfera ishte e tensionuar. Tifozët filluan të këndonin kundër tyre para fillimit të ndeshjes. Shkuam në Firenze me qetësi për të luajtur, për të fituar dhe në fund ja dolëm. Ishim shumë të përqendruar dhe kishim sjelljen e duhur. Në 10 minutat e para na vund pak në vështirësi. Nuk mundëm të gjenim ekuilibrin ton as midis vijave, por isha i qetë gjatë gjithë ndeshjes sepse ata nuk ishin të rrezikshëm. Kur u dha penalltia, mendova, nuk mund ta besoj, nuk mund t'ia hedhim poshtë një ndeshje të shkëlqyer si kjo. Në fund vari na ndihmoi pak. Ndeshjen e fundit në Firenze luajta si mesfushor sulmues dhe nuk e prisja, ndërsa 5 të tjerat i luajta si mesfushor mbrojtës, por për mua nuk ndryshon shumë. Ishim të mirë dhe kompakt në fushë. Dua të përgëzoj të gjithë linjën mbrojtëse, por të gjithë e ndihmuan ekipin, madje dhe bandën dhe Stulicin. Goli më kujtohet vetëm që bëra rrëshqitjen dhe i thash vetes tani do të ndodh diçka. E ndjeva sepse fituam topin në një zonë shumë lart në fushë, kur Stulic e hapi në krah për Morenten, duke e njohur atë si lojtar, kur e pash të krosonte, mendova se do të shkonte në shtyllën e dytë. Unë dhe Ramadani jemi si vëllezër, ai ishte shumë i lumtur me golin tim. Telefonata ime e parë pas ndeshjes nga babai im, ai më nguliti këtë pasion për futbollin, ai ishte shumë i lumtur, por edhe mamaja ime e cila më tha bravo. Jam te Lecce prej 4 vitesh dhe i njoh mirë ambientin, ndihem pak si një lider këtu, por ka edhe lider të tjerë në ekip si kapiteni ynë Falcone, Ramadani dhe Gaspar, por e përsëris edhe unë ndihem si një lider. Pozicioni në fushë, me Gianpaolo isha mesfushor qendre, për të loja fillonte nga mbrapa. Tani po shkoj më mirë me trajnerin Di Francesco sepse luaj midis linjave dhe kam më shumë liri lëvizjeje. Fanella me numrin 10 është një ëndër gjithmonë e kam pasur që nga primavera, madje edhe në të kaluarën dhe mendova se do të doja ta vishja edhe në ekipin e parë. Idhulli im ka qenë gjithmonë Luka Modric, ai është ende idhulli im. Tifozët gjithmonë them, tanët janë të mrekullueshëm, ata gjithmonë na ndjekin dhe na inkurajojnë. Do të më mungojnë shumë kur të largohem ose më saktë kur të ndaloj së luajturi, tha ndër të tjera Berisha në intervistën e tij të gjatë.